Pas takimit të zhvilluar në Sarand nga Ministri i Brendshëm Besfort Lamallari për problematikën e ndërtimeve pa leje dhe zaptimit të hapësirave publike, ka nisur lëvizjet e para në strukturat përgjegjëse. Drejtori i Drejtorisë Rajonale të IKMT-së Vlorë, Elton Casli, është larguar nga detyra. Mësohet se Casli ka dhënë dorëheqje pas nisjes së procedurës për marrjen e masave administrative nga IKMT-ja qendrore për shkak të mos ushtrimit të detyrave funksionale me pasoja në territor. Ndërkohë, është iniciuar procedurë disiplinore edhe për përgjegjësin e sektorit të inspektimit të territorit pranë Drejtorisë Rajonale të Vlorës Gjovalin Hoxhaj, bën me dije për Blu Televizion. Gjatë takimit në Sarand, ministri Lamallari ishte i prerë në qëndrimin e tij duke kërkuar përgjegjësi të drejtë për drejtë nga strukturat e policisë së shtetit, IKMT-ja dhe IMT-ja për zbatimin e ligjit, veçanërisht në rastet e ndërtimeve pa leje. Dilini për zot përgjegjësisë që ju është dhënë, zero tolerancë ndaj paligjshmërisë, deklaroi Lamallari duke theksuar se ndërtimet pa leje, zaptimi i hapësirave publike dhe abuzime në dëm të interesit qytetar e turizmit janë një vije kuqe.